Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Me 25 dhjetor, besimtarët e krishterë në Shqipëri kremtojnë Krishtlindjen, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit fetar. Në përkishat e vendit, meshat e shenjta udhëheqesin nga përfaqësuesit e kishës katolike dhe ortodokse me mesazhe për paqen, dashuri dhe reflektim shpirtëror. Qindra besimtarë mbushën kishat në qytete të ndryshme duke përcjellë mesazhe shpresë dhe bashkimi. Besimtarët e krishterë kremtojnë Krishtlindjen me 25 dhjetor duke ndjekur një nga ngjarjet më të rëndësishme shpirtërore të kalendarit të tyre fetar. Në ditën e qirive dhe lutjeve, besimtarët katolik ndoqën meshën e shenjtë të Krishtlindjeve udhëhequr nga Imzot Arian Dodaj, i cili në mesazhin e tij theksoi nevojën e shoqërisë shqiptare për t'u rikthyer tek vlerat morale, dashuria dhe virtytet. Kemi nevojë të zgjojmë ndërgjegjen, të dalim nga vetvetja e komatizuar, nga rehatia dhe nga indiferenca. Besimtarët ortodoks të Tiranës ju drejtuan mëngjesin e sotëm katedrales Sinqadhja e Krishtit, ku kryepeshkopi Ioani udhëhoqi meshën e shenjtë. Tani më shumë se kur, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është e nevojshme sepse një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme, kthehet në jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë, një jetë në errësirë. Vetëm prania e tij mund të ndriçojë zemrën dhe shpirtat tanë. Krishtlindjet u kremtuan me ngazëdhime dhe në qytete të tjera të vendit. Në Durrës, katolikët dhe ortodoksët përcollën mesazhe paqe dhe shpresë, ndërsa në Lezhë qindra besimtar morën pjesë në meshën e shenjtë në katedralen e Shën Nikollit. Qindra qytetarë u bashkuan kremtimeve edhe në Fier, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër, duke përjetuar një moment të përbashkët të reflektimit dhe bashkimi. Krishtlindja simbolizon zbritjen e Perëndisë në tokë për shpëtimin e njerëzimit dhe për shumë besimtarë është një kohë për reflektim, bashkim familjar dhe shpirtëror. Kjo festë vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më domethënëse të kalendarit fetar, duke ruajtur vlerat e dashurisë, paqes dhe shpresës për të gjithë. Në ditën e shenjtë të Krishtlindjes, drejtuesit kryesor të institucioneve dhe politikës shqiptare kanë përcjellë mesazhe urimi për besimtarët e krishterë. Mesazhet janë fokusuar tek paqja, solidariteti dhe dashuria si vlera thelbësore kësaj feste. Urimet janë dhënë përmes deklaratave publike, pjesëmarrjeve në ceremoni fetare dhe gjithashtu rrjeteve sociale. Në ditën e shënuar të lindjes së Jezu Krishtit, presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar besimtarët katolik, ortodoks dhe ungjillor, duke theksuar se Krishtlindja mbart mesazhe të fuqishme, shpresë dhe besimi për të ardhmen. Është kënaqësi që nga këtu të uroj të gjithë besimtarët e krishterë gëzuar Krishtlindjen. Është një ditë e shenjtë që shënjon vlerat më të larta të besimit, të dashurisë, të solidaritetit, vlera në fakt që përfaqësojnë identitetin ton dhe atë çfarë ne njihemi botërisht të bashkëjetesës dhe harmonisë ndërfetare. Edhe kryeministri Edi Rama ka uruar besimtarët në këtë 25 dhjetor, duke shoqëruar mesazhin e tij me një imazh simbolik nga frontespici i veprës monumentale të Pjetër Bogdanit, Çeta e profetëve. Përmes këtij gjesti, Rama vuri në palë lidhjen mes trashëgimisë kulturore dhe traditës shpirtërore të Krishtlindjes në Shqipëri. Urim në këtë ditë feste ka përcjellë dhe kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, i cili zgjodhi të ndajë mesazhe nga Korça, duke e cilësuar qytetin si një simbol të festimeve të Krishtlindjes. Ai theksoi se Korça vijon të jetë një pikë referimi për qytetarët nga gjithë Shqipëria, ndërsa nënvizoi se shoqëria shqiptare ka sot më shumë se kurrë nevojë për mesazhet e paqes dhe vëllazërisë që sjell kjo festë. Është kënaqësi e veçantë që të uroj të gjithë besimtarët ortodoksë, të gjithë shqiptarët, siç e kemi zakon, nga Korça, nga vendlindja ime, ku Krishtlindja në fakt festohet më bukur, do të thoja, se kudo tjetër, pas edhe pak me dozë lokalizmi, por me të vërtet Korça është një kryeqytet i Krishtlindjes, edhe më vjen shumë mirë që këtë vit është frekuentuar si gjithmonë, por gjithnjë më tepër nga shqiptarë nga gjithë Shqipëria që gëzojnë me njëri tjetrin. Edhe sidomos në këtë periudhë ka shumë nevojë gjithë shoqëria shqiptare për mesazhe si ato që sjell Krishtlindja, për paqe dhe vëllazëri ndërmjet të gjithëve. Gëzuar Krishtlindje për gjithë shqiptarët. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal tek katedralja e Kishës Ortodokse, autokefale të Shqipërisë, ku shpreh urimet dhe respektin ndaj drejtuesve fetar dhe besimtarëve ortodoks. Uroj çdo shqiptar që të ditë ta festojë me besim dhe shpresë për Krishtlindje në të mira vitin e ardhshëm. Gëzuar.
Mesazhi urimi ka përcjellë kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia, i cili përmes rrjeteve sociale theksoi se Krishtlindjet kujtojnë se drita gjithmonë triumfon mbi errësirën dhe se shpresa lind edhe në momentet më të vështira. Ai u bëri thirrje qytetarëve për më shumë dashuri, mirëkuptim dhe besim tek njëri tjetri gjatë kësaj periudhe festive. Brenda 24 orëve, Inspektoriati Kombëtar i Ushqimit ka kryer 6 kontrolle të fokusuara në Tiranë dhe pika doganore, duke bllokuar sasi të konsiderueshme ushqimesh të pa etiketuara ose me afat të skaduar. Produktet e konfiskuara përfshin këtu djath, fileto pule, qumësh plur, prosciutto dhe peshk të importuar nga Serbia. Brenda një periudhe 24 orësh, Inspektoriati Kombëtar i Ushqimit ka kryer 6 aksione kontrolli të përqendruara kryesisht në kryeqytet dhe në pika doganore, duke zbuluar sasi të konsiderueshme ushqimesh që nuk përmbushin kriteret e sigurisë ushqimore. Inspektorët kanë bllokuar 5 ton djath Gouda, 944 kg filet pule, 56 kg qumësh plur të shoqëruar me lëndë të parë për përdorim në pasicëri dhe 27 kg prosciutto. Asnjë prej këtyre produkteve nuk ishte fletë origjine, etiketë ushqimi apo informacion mbi duke shkelur ligjin për etiketimin e produkteve ushqimore. AKU njofton se ky ligj është i detyrueshëm si për produktet e prodhuara në vend, ashtu edhe për ato të importuara. Çdo produkt që futet në Shqipëri duhet të shoqërohet me fletë analizën përkatëse dhe etiketën e përkthyer për të garantuar transparencën e përmbajtjes dhe sigurinë për konsumatorët. Për mungesën e këtyre dokumenteve dhe informacioneve, operatorët e bizneseve janë dëshkuar me masa administrative dhe gjoba sipas legjislacionit në fuqi. Në një rast tjetër, në pikën doganore të Tiranës janë bllokuar 23 tonë 125 kg ushqim për peshqit të importuar nga Serbia, i cili rezultoi se kishte skaduar 6 muaj më parë. Ushqimi ishte porositur nga një kompani peshkimi për të ushqyer peshqit e rezervuarit, por AKU vendosi kthimin e tij në vend të origjinës për shkak të skadencës dhe rrezikut për sigurinë ushqimore. Kontrollet e fundit nënvizojnë rëndësinë e respektimit të standardeve të sigurisë ushqimore dhe ligjit për etiketimin e produkteve si një mjet për mbrojtjen e konsumatorit dhe garancinë e cilësisë ushqimeve të tregut. AKU kërkon bashkëpunim nga të gjithë operatorët dhe paralajmëron inspektime të mëtejshme për të siguruar që produktet ushqimore të përmbushin kriteret ligjore dhe të mos rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Qeveria ka vendosur rritjen e tarifave për zhdoganimin e automjeteve të përdorura që do të importohen në vend. Vendimi prek të gjitha kategoritë e automjeteve sipas cilindratës dhe peshës, duke përfshirë autoveturat, kamionçinat dhe furgonët. Sipas statistikave, shumica e mjeteve të importuara janë mbi 8 vite përdorim. Duke nisur nga fillimi i vitit të ardhshëm, qytetarët që do të blejnë automjete të përdorura do të përballen me tarifa më të larta për zhdoganimin. Ministria e Financave ka publikuar një udhëzim të ri që përcakton çmimet e referencës për importet e mjeteve, duke përfshirë automjetet e përdorura nga Europa, Kina dhe Korea e Veriut. Tarifat do të aplikohen sipas masisë cilindrike të automjeteve. Për autoveturat deri në 1400 kubik, pragu minimal rritet nga 130.000 në 162.500 lek, një rritje për rreth 25%. Për automjetet me cilindrat 1400-1900 kubik, tarifa shkon nga 200 deri në 250.000 lek, ndërsa për automjetet më të mëdha mbi 4500 kubik, pragu minimal mund të arrijë deri në 1 milion lek. Ndryshime të konsiderueshme ka edhe për mjetet e përdorura tregtare si kamionçinat, furgonët dhe kamionët. Për mjetet deri në 1.5 ton, pragu minimal pritet të rritet nga 400 deri në 500.000 lek, ndërsa për kamionët mbi 15 ton nga 1.2 milion deri në 1.5 milion lek. Sipas statistikave zyrtare, për periudhën janar-nëntor 2025 janë regjistruar për herë të parë 89.654 mjete, prej të cilave 73.066 janë autovetura. Më shumë se 80% e automjeteve të importuara kanë mbi 8 vite përdorim, duke bërë këtë rritje tarifash një ndryshim të ndjeshëm për tregun e përdorur. Për të lehtësuar fluksin e qytetarëve gjatë festave të fundvitit, Identitek do të hapë ditën e premte zyrat e saj për dokumente identifikimi nga ora 09 deri në orën 12. Shërbimet do të ofrohen në të 12 qarqet e vendit, përfshirë qytetet kryesore si Tirana, Durrësi, Elbasani dhe Shkodra.
Për shkak të fluksit të shtuar të qytetarëve gjatë periudhës festive të fundvitit, Identitek ka njoftuar se ditën e premte zyrat e saj për aplikim të dokumenteve të identifikimit do të jenë të hapura nga ora 9 deri në orën 12. Ky shërbim do të ofrohet në 12 qarqe të vendit: Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Fier, Korçë, Lezhë, Dibër, Berat, Kukës dhe Gjirokastër. Në kryeqytet, qytetarët mund të marrin shërbim në njësinë 2 dhe 4 të Identitekut, mund të realizojnë të gjitha shërbimet e nevojshme për dokumentet e identifikimit pa pasur rëndësi gjendja civile. Zyra do të ofrojë një mundësi të veçantë për qytetarët që vijnë nga jashtë vendit për një qëndrim të shkurtër, duke mundësuar akses më të shpejtë dhe më efikas në shërbim. Megjithatë, dita e premte është zyrtarisht ditë pushimi për administraton. Ky orar i veçantë është vendosur për të menaxhuar fluksin gjatë festave dhe për të shmangur pritjet e gjata. Identitek synon të ofrojë një shërbim të lehtë, të shpejtë dhe të organizuar, duke garantuar që qytetarët të marrin të gjitha dokumentet e nevojshme në kohë dhe pa vështirësi. Ky hap tregon një angazhim të shtuar në institucioneve për të shërbyer qytetarëve në periudha festive, duke lehtësuar qarkullimin dhe përmbushur nevojat e tyre administrative në mënyrë efikase. Shqipëria po përballet me një nga sfidat më të mëdha demografike dhe ekonomike të dekadës së fundit, me pothuajse gjysmën e qytetarëve të saj jashtë vendit. Sipas të dhënave të Instat 2025, shumica e tyre janë në moshë pune, duke krijuar mungesë të konsiderueshme të kapitalit njerëzor. Ekspertët paralajmërojnë se kjo situatë ndikon jo vetëm tek zhvillimi ekonomik, por edhe në stabilitetin social dhe ekonomik të vendit. Shqipëria po përballet me një sfidë të rëndë demografike dhe ekonomike shkaktuar nga emigrimi masiv i të rinjve dhe pjesës më të madhe të forcës punëtore. Sipas studimeve të fundit të Instat për vitin 2025, rreth gjysma e shqiptarëve jetojnë jashtë vendit, që përbëjnë gati 49% të shtetasve shqiptar. Përveç volumit të lartë, shqetësimi i veçantë është se 77% e tyre janë në moshë pune, duke krijuar një mungesë serioze të fuqisë punëtore në vend. Destinacionet kryesore të emigrimit mbeten Italia dhe Greqia, të ndjekur nga Gjermania, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca. Arsyeja kryesore e largimit është ekonomia, ku 70% e emigrantëve nisen për të gjetur punë me ardhura më të larta, ndërsa pjesa tjetër e lë vendin për arsye familjare ose për studime. Ekspertët paralajmërojnë se kjo mungesë e bën ekonominë e vendit të brisht. Nga emigrimi vijnë edhe përfitime financiare për familjet që mbeten në Shqipëri. Emigrantët fitojnë mesatarisht 2.5 herë më shumë se sa përpara largimit dhe rreth gjysma e tyre dërgojnë remitanca në vend. Por ekspertët nënvizojnë se shumica e këtyre remitancave përdoret kryesisht për konsum dhe shpenzime bazë dhe jo për investime afatgjata. Përveç aspektit ekonomik, emigrimi është edhe një çështje sociale. Kriza ndërkombëtare dhe ulja e dërgesave të diasporës mund të rrisë pasigurinë ekonomike dhe të ndikojë tek gjeneratat e reja, duke vënë në rrezik zhvillimin afatgjat të vendit. Një pronar biznesi u plagos me thik në lagje numër 2 të Kavajës gjatë një tentative grabitjeje brenda marketit të tij. Autori Eri Velecia ka hyrë në dyqan për të marrë para, por ka goditur pronarin pasi ky i fundit ka kundërshtuar. Policia e ka vënë pranë nga autorin, i cili njihet si përdorues droge dhe ka probleme me shëndetin mendor. Një ngjarje e rëndë kriminale tronditi lagje numër 2 Kavajës, ku një pronar biznesi u plagos me thik gjatë një tentative grabitjeje. Mësohet se autori, Eri Valencia, ka hyrë në market duke kërkuar para nga pronari, Artur Ligeja. Fillimisht ai ka dëmtuar fasadën e dyqanit dhe kur është hasur me rezistencën e pronarit, ka nxjerrë thikën dhe e ka kërconuar për të marrë parat. Ligeja ka mbetur i plagosur, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Pronari i disa bizneseve në zonë me styre dhe një agjenci turistike është dërguar menjëherë në spital për trajtim. Policia ka vënë pranë nga autorin, i cili njihet si përdorues i lëndëve narkotike dhe ka probleme me shëndetin mendor. Ngjarja po hetohet nga autoritetet, të cilat po përpiqen të sqarojnë rrethanat e ngjarjes dhe motivet e sulmit. Ngjarja vjen pas një serie sulmesh dhe grabitjesh në zonë, duke rritur shqetësimin e banorëve për sigurinë në lagjet e qytetit. Policia apelon tek qytetarët për bashkëpunim dhe kujdes në raportimin e çdo aktiviteti të dyshimt. Vetëm 3 ditë pas festës së Krishtlindjeve, Kosovën e presin zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Gjatë meshës së Krishtlindjes i Peshkitot Gjergji u bëri thirrje qytetarëve dhe politikanëve për përgjegjësi qytetare dhe angazhim për stabilitet politik. Ai theksoi se vendimet e ndërgjegjshme gjatë votimit janë kyçe për një të ardhme dhe të qëndrueshme edhe për integrimin evropian të vendit.
Vetëm disa ditë pas festës së Krishtlindjeve në Kosovë, pritet të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, një moment vendimtar për politikën dhe shoqërinë kosovare. Gjatë meshës së Krishtlindjes, i peshkëvi i Kosovës, Dodë Gjergji, uroi qytetarët dhe përveç mesazheve për paqe dhe harmoni, ju drejtua politikës dhe qytetarëve për një apel të veçantë për përgjegjësi qytetare. Ndjej të nevojshme juftoj që në zgjedhjet e pas Krishtlindjes të jemi të përgjeshëm për të marrën vendimin si mas ndërgjegjës e për të restauruar gjendjen në të cilën kemi jetuar vitin që kalon pas. Duke kryer obligimin qytetar ashtu siç duhet. Pasi kështu, do të kontribojmë të gjithë që vendi ynë të ketë një stabilitet të qëndrueshëm politik, të përshpejtoj hapat të drejt familjes evropiane dhe të arrijë të ruaj vlerat bazike të shoqërisë tonë. Peshkëvi thekson se vetëm përmes përgjegjësisë së përbashkët dhe angazhimit qytetar mund të ndërtohet një shoqëri më e drejtë. Ai nënvizoi se vendimet e kujdesshme dhe të ndërgjegjshme gjatë votimit janë themeli për të siguruar një të ardhme më të qëndrueshme, duke forcuar stabilitetin politik dhe duke avancuar integrimin e Kosovës në familjen europiane. Mesazhi i Dodë Gjergjit është një kujtesë për qytetarët se roli i tyre aktiv në procesin zgjedhor është kyç për ruajtjen e vlerave demokratike, për paqen sociale dhe për zhvillimin e vendit në vitet që vijnë. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 26 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në disa zona dhe me vranësira në pjesë të tjera të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga intervale me diell në zonat qendrore dhe lindore, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave kryesisht në jug dhe jugperëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell, sidomos në zonat qendrore dhe verilindore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 26 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 26 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 13 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 7 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 11 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 26 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike me mot kryesisht pjesërisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me vranësira të pakta, ndërsa pasditja sjell intervale më të gjata me diell në disa qytete. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 26 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1.
Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 26 dhjetor do të jetë rreth orës 7:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 6 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj -3 deri në 4 gradë Celsius. Pej 1 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë -2 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 6 gradë Celsius. Malishev -2 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 4 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 3 gradë Celsius. Suharek -1 deri në 5 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 3 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit të Drita Televizion, bashkë me u takofshim në edicionet e ardhshme.